gjithë, me mbrëma gjithë, sot është kërcënuar Genti, gjatë protestës të parlamenti. Një turk i madh, turk. Ama është kërcënuar nga një qenë në pagesë, i veshur me veshjen e policisë dhe me imunitetin e policisë. Ju them të gjithë qenëve me pagesë, edhe lezë me pagesë, që vishen me imunitetin e shtetit, ose flasin në emër të shtetit, të kenë kujdes. Të kenë kujdes, sepse ne i kemi këtu rreth e rrotull, i njohim, shosh do Albin Kurrizi, plerave. Keni kujdes. I themi të kenë kujdes, të fillojnë mos ekzekutimin e urdhrave politik, të ndjekin uniformën e shtetit, të ndjekin imunitetin e shtetit, jo urdhrat politik, jo gysa gasin, jo plerat e tjerë që vinë rrotull. Të kenë kujdes se ne i quajmë të gjithë Genti, quajmë të gjithë protestus, dhe të gjithë jemi të aftë, t'i vëmë përpara këta plera. Në qoftë se ne do kishim frikë, në qoftë se ky shesh do kishte frikë, nuk do dilte ballë për ballë kësaj makinerie gjigante, kjo makineri kriminalesh. Ne nuk kemi frikë, ne do vdesim këtu në shesh. Ta regjistrojnë 3 herë, do vdesim në shesh. O palaçoni! I pabesi ka kërkuar besë. I pabesi ka bërë një autokritik. Ka shkuar te arkivi, ka marrë një deklaratë të Ramiz Alis, ka hequr emrat, ka hequr datat, ka hequr fenomenet, dhe ka hedhur te populli si një autokritik të tillë. O i pabes, ne nuk t'i japim besë. Ka kisha për sot, natë.